Atëherë erdhi radha ëmbëlsirës, ëmbëlsira e Bajramit, ku do të ketë pak sheqer, mirë po shumë shije dhe shumë freskuse. Bëhet fjalë për një lloj cheesecake-u me dredhza. Në fillim do t'i bluaj biskotat, duke i shtu pak gjallë me bë një bazë, ashtu tamam të cheesecake-ut, dhe në anën tjetër dredhzat do t'i zi derisa të trashën dhe bashkohen me djathtin mascarpone. Shumë e thjeshtë në gatim, në anën tjetër do t'jetë shumë e bukur, kështu që një ëmbëlsirë, një ide më tepër për Bajramin. Shkojmë kështu. Pari i peshoj biskotat. Dy rende biskota. Do t'i bluaj. Baza është gati, e vendosi në enën ku do të servohet. E shtypi mirë e mirë. E tash në frigorifer derisa pjesa tjetër të jetë gati. Vazhdoj me pjesën e kremit, ku do t'i marrë dredhzat. Dhe ja largoj pak këtë të papjekura. I presim kështu dhe në enë. Po fillimisht ta shoh se sa gram. Që ta keni recetën sa më të saktë. E vazhdoj me dredhza, do të zihen pak, derisa të bëhet pak lëngu i trasht, ta marrë atë teksturën mjaft kremoze, si gjem i trash. Dhe i lëm të zihen. Në anën tjetër po i bëj gati dekorin, ku dredhzat do t'i ndaj kështu për gjysëm, në këtë formë që duket do të shkojnë përreth ëmbëlsirës. Baza është gati, ndërkohë që dhe dredhzat janë gati. Këtu kam zhelatinën, të cilën e kam aktivizu duke shtu vetëm mbi ujë, domethënë pak ujë dhe ja shtoni zhelatinën sipër dhe kjo është procesi i aktivizimit. Tash e shtoj te dredhzat dhe nuk e lë që të vloj, domethënë duhet të jetë e nxehtë, po jo të vlohet se dëmtohet pastaj. Tash ja shtoj djathtin mascarpone dhe sheqerin pluhur.
e do t'ja shtoj vetëm edhe pak ekstrakt të vaniljes, edhe pse janë dredhzat, pavse prap vanilja këtu përshtatet. Kremi është gati, vetëm me mbush enën. Qofse nuk e keni këtë enë, atëherë çfarë do që keni ndonjë tepsi ose se mund të largohet edhe ndryshe. E mbushim. Poj edhe me një rend biskotave, duke i prerë kështu në gjysëm. E vendosi kështu sipër. Në mënyrë të pjertë, do më thonë për gjysëm edhe pjertë. E tash vetëm edhe një dredh sipër edhe duhet ftofët së paku 3 deri në 4 orë. Do më thonë një natë ma herët si gjithmonë ta gatuani edhe më mirë. Takohemi pas pak ta shohim se si duket produkti final. Ja dhe torta me që është ftofur gati 3 orë, kështu që do ta shohim se si duket në brendësi. Unë po shkoj po marr pak gjethe menë, se më duket pak si e mangët, kështu që edhe gjethet i japim pak më tepër kolorit. E gjellë vërtet i dha jetë. Ishte kjo e tëra me që receta ime për idenë e ëmbëlsirës së Bajramit, ëmbëlsira me dredhza, mjaft e lezetshme, shumë e shijshme dhe e bukur në pamje. Uroj ta gatuani dhe ta shijoni për këtë festë të madhe. Takohemi nesër.